Kur rikthyem, jemi në studio dhe patjetër që e morët vesh është tipike vjesht. Sot pak më ngrohtë, temperaturat pak më të larta, rreshtet pak më të ulta, fat i madh. Përgjithsesi, prapë unë mendoj që duhet të ruhemi pak tek pjesa se si vishemi, se kemi shumë gripra në përkëmbë, kështu që të dashur miq, vishuni me kujdes gjatë ditës së sotme, si jemi bërë kështu si. Ke parasysh ato gjyshet e mëngjesit që japin këshilla tona. Okej, mirë, do t'ikim tani për të bërë një bisedë, nga ato bisedat shumë të këndshme dhe plot krenari duhet thënë, sepse përveç faktit që ai ka kaq vite që ka në dorë zemrën e shumë njerëzve dhe literalisht në dorë zemrën e shumë njerëzve, bëhet fjalë për mjekun kardiokirurg Enkel Kallushi. Mirëmëngjes doktor, shumë kënaqësi të të kemi. Mirëmëngjes doktor. Mirëmëngjesi dhe juve dhe gjithë telespektatorëve televizionit tuaj, kënaqësia është e imja. Faleminderit. Faleminderit. Pra, unë po thoya që ju keni mbajtur dhe mbani në duar tuaja edhe me një përgjegjësi totalisht shumë të madhe, ndoshta unë nuk e di, a ka një mjek si puna juaj një lloj frike kur është përballë jeta vdekje të një pacienti, kur është përballë një lloj zgjedhje dhe është përballë faktit që duhet ta shpëtojë atë? Puna jonë është punë e vështirë, po jep shumë kënaqësi. Është e vërtet që zemrën e pacientëve gjatë interventeve të kardiokirurgjisë do e marrësh në dorë, do ta prekësh, sepse do punosh, ai është objekti i punës. Po. Duke qenë se punon tek zemra, kjo është organ shumë delikat dhe padyshim do një punë delikate dhe ta respektosh zemrën. Po. Dhe nganjëherë ka momente të vështira, ka dhe frikë, ka dhe shqetësim sepse është jeta e pacientit. Por në momentet vështira duhet ecësh përpara, nuk duhet të ndalosh, se duhet zgjidhesh. E keni menduar gjithmonë doktor, mbase që në vegjëli, që në fëmijëri, faktin që dikur mund të ishte ëndra juaj të bëheshit mjek, pra ka qenë kjo në planet tuaja? Pyetje shumë e drejtë dhe e bukur. Unë si shumë fëmijë ndoshta ëndra ime ishte të bëhesha pilot. Okej. Por pastaj duke u rritur, kisha një gjyshe afër shtëpisë që banonte afër meje, të cilën shikoja shpesh, shkoja merre ilaçe në farmaci etj. Edhe ajo më thriste që i vogël, o doktor i gjyshes, o rrof shti, shqyr të kam unë. Nuk isha vetëm unë, ishin dhe tjerët, por edhe aty ndoshta lindi dhe ideja se këto idet e fëmijëve ashtu kristalizohen, step by step ja fut në kokë. Po shumë e bukur kjo, doktori i gjyshes, duke sigur të ka vendosur destinin e jetës. Ka mundësi. Dhe në fakt është krenari e madhe, doktor, që flasim me emra si puna e emrit tuaj edhe asaj që keni ndërtuar ju, që pavarësisht që ju e keni ndërtuar gjithçka në Shqipëri, suksesin e keni totalisht në Itali dhe aty ku në fakt jeni një ndër mjekët më të mirë dhe kjo e rrit krenarinë e shqiptarëve. Si ikët ju dhe pse u larguat nga Shqipëria? Unë ju falenderoj për fjalët, domethënë nga Shqipëria, unë kam mbaruar studimet në Shqipëri në 98-ën, aty fillova specializimin në kirurgjinë e përgjithshme dhe pastaj në kuadrin e një riorganizimi të kardiokirurgjisë në Shqipëri në Tiranë, qua një grup mjekësh, infermierësh, teknik të qarkullimit ekstrakorporal, pra në këtyre qendrave në Itali për të bërë një training. E filloi kjo periudha e training etj. Dhe si shkojnë këto gjërat kur fillon të pëlqen një gjë, ata shohin që ti sillesh mirë në kuptimin që punon, je i rregullt etj. Fillon oferta parë, fillon një gjysmë ofertë tjetër. Dhe pastaj vazhdon perkorson dhe nganjëherë jeta të detyron të rrish në një vend apo të shkosh në një vend tjetër. Ishte një ofertë që ju bë juve, doktor, në rrjedhën e fjalëve që po thoni, apo ishte një vendim që ju e morët për të ndënjur në Itali, nisur edhe nga fakti që kanë qenë dhe vite më të vështira në Shqipëri, kanë qenë edhe vite tek të cilat mbase nuk ishte teknologjia edhe mjekësia aq e avancuar krahasimisht me çka ju po shihnit në Itali për momentin?
mund tjetë dhe kjo që thoni ju, domethënë, po kjo ka ndodhur shumë vite më përpara, ishte një ofertë pune, edhe pse unë mund të kthehesha në Shqipëri, por këtu vura re ndoshta një mundësi për të bërë hapa përpara në karrierën time, sepse mund ta themi domethënë që kushtet që ka një spital në Itali nuk mund të krahasoheshin me një spital në Shqipëri para 20-25 viteve. Kështu që padyshim tani ka shumë përmirësime, kanë nesër shumë gjëra përpara, por këtu bëhet fjalë ne po flasim për para 20 vjetësh. Dhe në atë kohë domethënë njeriu vlerëson dhe shikon për formimin tim, për karrierën time, nuk ka asgjë, unë do kthehesha me shumë kënaqësi domethënë, por këtu rruga ishte më e hapur, më e vështirë, padyshim. Ku konsistonte vështirësia, doktor? Tek çështja e largimit? Të gjitha bashkë, largohesh nga vendi jot, të mungon vendi, pavarësisht se vendi ynë tani është përmirësuar, domethënë, po dikur ka qenë çik më problematik. Po, e vërtet. Megjithatë të mungon, sepse aty ke lindur, aty ke kujtimet, aty ke familjen, kishe punën, ke shumë gjëra, domethënë, dhe to janë disa faktorë që i shtohen vështirësive kur shkon në një vend të huaj. Domethënë, ngel mbrapa me zemër dhe nganjëherë edhe çik me kokën, por ndërkohë këtu do krijosh një realitet tjetër, sepse njerëzit duhet të përshtaten. Ne për forca e njerëzve kjo është, se ne përshtatemi në çdo ambient. Në çdo situatë, njeriu nxjerr forcat dhe përshtatet për të ecur përpara. Patjetër, po arritët që ta kalonit këtë moment, apo u përballet edhe në Itali me një lloj vështirësie dhe realiteti që duhet të përshpejtonte, dhe sepse ju e kishit totalisht fokusin tek karriera juaj, tek profesioni. Patjetër. Vështirësia është në fillim, kryesisht vitet e para, pastaj mësohesh sepse integrohesh në tessutin social të një vendi tjetër. Ndërkohë që Italia nuk ka, le të themi, është një vend i butë nga ana e racizmit në krahasim me shumë vende të tjera. Kjo është fakt, domethënë. Ndoshta nga që kemi edhe marrëdhëniet shumë të afërta midis dy vendeve, bashkëpunimi është shumë më i madh, dhe nga kjo anë nuk kam pasur asnjë lloj problemi. Pastaj nëse njeriu paraqitet mirë, punon, shef punën e vet, pagun taksat, jeton, krijon shoqërinë e vet, nuk ke pse të kesh asnjë lloj problemi në asnjë vend të botës.